Përshëndetje miq, ja kemi tek e premtja ime sërish së bashku. Sot në fakt do të kemi një të ftuar shumë të veçantë. Ajo është Merita. Merita ka nisur një biznes këtu e 3 vite më përpara, shumë të vogël ndoshta, por që me vazhdimin e me kalimin e kohës mori për masa të mëdha. Merita sot është ndërmarrëse e një biznesi për 3 vitesh, është e gjitha handmade. Por nuk është i handmade që ndoshta ne jemi mësuar në përditshmërinë tonë për ta parë. Është punim çokolate. Kështu që unë dua që të ndiqni video materialin dhe më pas intervistën që të mësoni më shumë rreth këtij arti. Na ndiqni. Ju thash dhe pak më parë, sot jam me Meritën, e cila vërtet punon me një art shumë të veçantë në Shqipëri, ndoshta është ndër të vetmet, kështu që faleminderit që je mes nesh sot dhe pranove ftesën të ishe me ne. Faleminderit ty për ftesën, Gleris. Në fakt do të filloj që nga emri i faqes së Instagramit, është Mada Art. Si ka lindur ky emër? Atëherë, si punë ka lindur diku te 2 vjet e diçka më përpara, kur do përgatisja ëmbëlsirat për ditëlindjen e parë të gocës time. Dhe duke qenë se jam person që gjërat mundohem t'i mbaroj vetë, t'i përgatis vetë dhe jam shumë e kujdesshme ndaj detajeve, filloj duke përgatitur disa gjëra të vogla dhe më pas mendova ta kthej në faqe. Mada, nga vetë emri, Mada Art, është emri vajzës time dhe duke qenë se frymëzimi erdhi nga goca, vendosa që edhe emri faqes të vijë te emrin e gocës. E gjithë realizimi i punëve të tua është me çokoladë. Sa e vështirë është të realizosh këto forma? Ka vështirësinë e vet sepse është diçka që bëhet edhe me forma, edhe në mënyrë artizanale dhe me dorë. Domethënë është pak punë angari dhe do kohën e vet, kështu që vetë fakti që ti do t'i dedikosh kohë përgatitjes dhe kujdes, sepse patjetër do kujdes, duhet pastërti, kujdese të tjera, ka vështirësinë e vet, po themi. Pra e gjithë puna që ti bën bëhet me dorë, po çokoladën
Ku e siguroni? Çokolata merret e gatshme. E gatshme. Po, merret e gatshme. Patjetër nuk bëj përpunimin e çokoladës, merret e gatshme, unë thjesht bëj përpunimin në ngjyra, që të realizoj ngjyra të ndryshme me ngjyrues ushqimor, si dhe përgatitje më pas të formave dhe të krijimeve. Atëherë janë të ngrënshme lehtësisht, nuk ka problem ngjyruesh apo diçka tjetër. Jo, ngjyruesit janë kryesisht natyral, kështu që nuk ka asnjë problem. Çokolata për më tepër shumë cilësore, sepse unë e përdor edhe për familjen time dhe për gocën, kështu që jam shumë e kujdesshme te ajo pjesë. Sa kohë të merr realizimi i këtyre ëmbëlsirave? Duke filluar nga më e vogla tek ndoshta në një përmas më të madhe. Duke qenë se un kam kohë që e bëj, porositë e vogla i mbaroj edhe për 1 orë, 2 orë. Aq shpejt? Po. Është diçka që kur ja merr dorën, gjithmonë fillon dhe bën më shpejt diçka, sepse mësohesh me proceset e të tjera. Porositë e mëdha pastaj duan 1 ditë pune, ndoshta edhe 2, sepse un, siç të thash, jam mamje 2 vajzave, kështu që ato duan kohën e vet, un nuk i la asnjëherë mbas dore. Kështu që mundohem të alternoj të dyja, edhe punën e çokoladave. Të kthej pak kohë përpara, porosia jote e parë kush ka qenë përveç ëmbëlsirave për një klient, po them? Për klient, atëherë duke qenë se unë u bë goxha kohë dhe pas kam harruar të drejtën, por duke qenë se porositë e para, krijimet e para, më mirë të them, i kam bërë për të afërmit e mi, domethënë një dhuratë për një shoqe, për një mikesh. Ato ja kishin treguar mikeshave të tyre dhe kështu ka ardhur, domethënë mik mbas miku si fillim. Kështu përhap edhe lajmi i bukur. I ndërtimit të tyre ëmbëlsirave gjithë kaq të bukura. Dua të pyes pak sa kohë të merr që të realizosh ndoshta një ëmbëlsirë në një përmas mbi normale, mbi ato që je mësuar ti ndoshta ti ndërtosh. Domethënë mbi normale. Është një përmas maksimumi i ditës, i kohës që ajo më kërkon është 1 ditë. Mundohem që çdo porosit ta mbyll brenda 1 dite. Sepse ditën tjetër do vinë porositë të tjera, kështu që të mos i krijoj vetes time ngarkesë dhe mbi vendosje, mundohem që brenda ditës shpejt. Ka shumë interes ndoshta nga klientët ky lloj arti? Po, domethënë interesi ka qenë jashtëzakonshëm. Kohët e fundit sidomos, sepse në fillim kur hap ishte thjesht person mbas personi. Unë vetë nuk u mora shumë me reklamim, sepse siç të thash gocat ishin të vogla dhe u mundova të alternoj kohën, sepse po të investosh në reklama do vi fluks më shumë. Tani që gocat janë rritur pak, tani fluksi është dhe më i madh, edhe puna përballohet më lehtë. Më thjesht. Mendon, a ka persona të tjerë që merren me të njëjtin art në Shqipëri apo jeni vetëm ju të vetmit? Nuk e di, domethënë me sa di unë kam filluar disa që janë futur, nuk bëjnë të njëjtën gjë, po diçka alternative ndoshta. Diçka të mesme. Të mesme. Unë dua që të tregojmë disa nga punimet e tua, kështu që unë po të lëvizim paksa dhe ti tregojmë avash avash edhe publiku të informohet për të njëjta. Dhe këto detajet e ti mbajmë edhe për ndërmjet, se më pëlqen shumë këto pjesët. Okej. Tani është momenti më i bukur them unë, nuk e di, janë shumë të vogla. Kështu të shishme nuk e di, jam e sigurt që janë shumë të shishme, po më vjet gjunati hajër. Për të shishme, po do t'i provosh edhe vetë që janë. Përgjithsisht të gjithë ata që kanë provuar dhe që më kanë shkruar, kanë ngelur shumë të kënaqur. Siç thash unë për cilësinë jam shumë e kujdesshme, duke qenë se është çokoladë që e përdor edhe për familjen time, kështu që nuk guxoj të ajo pjesë të bëj manovra. Të fillojmë t'i tregojmë një nga një. Atëherë kjo është një karrocë. Realizohet në ngjyra të ndryshme, roz, bardh, lejla, të gjitha ngjyrat e mundshme. Në koloret që duan dhe klientët normalisht. Të kërkesës që duan klientët. Në përgjithësi e bardh vendoset në momentin që nuk e kanë marrë akoma vesh gjininë e babit, te baby shower, por që varet dhe gjithmonë nga preferencat e klientit. Këto janë karrocat. Ky është më i bukur, nuk e di. Ky është baby byç përpjet, e quajmë ne. Edhe emri shumë i veçantë. E kemi pagëzuar duke qenë se është një bebush që fle mbrapsht, në photoshopping në fakt kështu i bëjnë ato fotot e bebeve. Bushat. Flen biastak edhe ky realizohet në ngjyra të ndryshme. Unë kam sjell në ngjyrën e bardhë dhe roz. Po siç të thash në çdo ngjyrë që edhe ngjyra është shumë e bukur, duket domethënë sikur është e punuar, jo e ngjyrosur kështu ajo çokolata normalisht, po sikur është punuar në një makineri të veçantë. Po, shiko, edhe me kolorin shumë me ngjyrën do kohën e vet, se nuk është diçka që e hodh dhe le aty. Do kohën, do ta punosh shumë ngjyra jepet me dorë apo thjesht është në lloj makinerie që ti jep kolor? Jo, me dorë. Prandaj thash, domethënë janë ngjyrusit, ndaj është punë artizanale, çdo gjë me dorë. Ti dhe ngjyrusi dhe do goxha kohë që ta përzihesh, po themi, derisa të marrë ngjyrën që duhet. Po, shumë e bukur. Shumë punime. Bebushi që fle brenda vezës. Oj, sa e bukur. Edhe këto përgjithsisht e kanë marrë apo porositur në momentin që marrin vesh lajmin e shtatzanisë dhe duan të japin të afërmve
ose personave që vinë në spital kur lind Ka shumë që zgjedhin këtë lloj forme për të dhënë një lajm? Ju ka pëlqyer shumë, domethënë kjo nuk ka shumë kohë që është futur, kohët e fundit e ka marrë, por që ka ngjallur shumë interes, sepse është diçka shumë e veçantë. Shumë e veçantë. Më pas, para se të kalojmë te lule, tregojmë dhe këpucën. Është këpuca e bebit. Edhe kjo ka ardhur kohët e fundit, sapo e kam marrë. Kam sjellë në ngjyrën boqelli edhe të bardhë, por gjithmonë realizohet në çdo ngjyrë të mundshme. Shumë të veçanta, dhe të lumshtin dorët janë shumë të bukura vërtet, edhe vetëm për të parë dhe jam dakord me gjithë personat që nuk i konsumojnë dhe i ruajnë aty mbajt, se janë shumë të veçanta. Dua të pyes pak për dhënien e formës së çokoladës. Po. Ato format i siguron në Shqipëri, si vjen tek ti? Jashtë, çdo gjë merret jashtë, domethënë merret jashtë shtetit. Në Shqipëri me sa di unë nuk ka. Nuk ndodhet këto. Sa forma mund të kesh deri në këto momente, se besoj do të jenë miliona? Pafundësisht, domethënë shumë. Mund të them rreth 500 ose 1000 forma. Domethënë një dhomë jotja, një dollap i madh, shumë i madh, është vetëm me forma. Vetëm me forma. Po. Ti më thënë që ke edhe 2 goca. Po, kam edhe 2 goca. A të ndihmojnë ato në ndërtimin e këtyre ëmbëlsirave? Po, janë të vogla. Ato janë shumë të vogla, domethënë e madhja është 3 vjeç e gjysmë, e vogla është 7 muajshe. Mendon t'ja ushqeshet atyre këtë lloj arti? Gocës madhe patjetër, sepse e shikoj që ajo ka qejf sot do të ndihmoj me Adamamin, po që ndihmën e madhe më shumë e kam nga Vjera. Sepse më ndihmon shumë si me shtëpinë dhe me gocën. Pra është një biznes familjar që rritet vetëm nga ju. Po. Duket shumë e këndshme në fakt. Dhe mendoj se do vazhdoj të jetë familjar. Sidomos nuk mendon që ndoshta ta zgjerosh pak më shumë në një kompani sepse është e veçantë. Po, patjetër, në momentin që do mbaroj dhe lejen e lindjes, duke qenë se për momentin goca e vogël është akoma e vogël dhe ka nevojë për mbikëqyrje, po, për kujdesje të vazhdueshme, po themi. Më pas, sapo të mbaroj lejen e lindjes, do marrim dyqanin dhe do ta hapim. Të kthehemi prapë sërish në fillim dhe të pyes, ka patur ndonjë dështim të vogël gjatë ecurisë punës? Po, nëse mund të quhet dështim, duke qenë se gjatë verës temperaturat rriten dhe unë përgjithsisht gjatë verës dërgesat i bëj vetëm brenda Tiranës, që të shkojnë në moment sapo e merr korrieri e çon tek klienti. Ka pasur klient në përrethe që kanë dashur gjithsesi ti marrin, pa marrë parasysh që temperaturat janë rritur, dhe ndoshta ka shkuar gjysma e shkrir. Atë mund të quaj unë dështim se... Mira, jo nuk është dështimi punës tënde, pastaj është pjesa e temperaturave të larta që në Shqipëri... Sepse klientit nuk ka shkuar siç e donte, atë mund t'i quaj dështim. Dështime të tjera jo. Është i pranueshëm ky lloj dështimi se nuk është dhe gjitha në dorën tënde. Po, kështu që marrim parasysh tani në momentin që sapo fillojnë të rriten temperaturat, i stopoj dërgesat në rrethë dhe vetëm brenda Tiranës. Okej, një zgjedhje e mirë. Dua të pyes suksesi yt më i madh, kush ka qenë? Suksesi më i madh është në këtë punë, po themi. Porosia më e madhe apo suksesi më i madh? Suksesi më i madh në këtë, cilën suksesi më i madh për mua është çdo porosi, sepse çdo porosi që e marrin dhe më shkruajnë që shumë faleminderit, jam shumë e kënaqur, ishte shumë e bukur, personi që ja dhash i pëlqeu shumë, ngeli manitur, për mua çdo porosi është sukses. Po porosia jote më e madhe kush ka qenë? Porosia më e madhe kanë qenë gati 60 çokolata plak, që më është dashur t'i bëj brenda 3 ditëve. Rekord. Në rekord, domethënë atyre unë kam pasur dhe një punë tjetër përveç punës së çokoladave dhe sapo mbaroj atë vija tek puna tjetër që bëja çokolada dhe i mbarova brenda 3 ditëve. Ajo ka qenë porosia edhe më e madhe dhe që mu desh ta mbyllja shumë shpejt. Me që prekën dhe pjesën e temperaturave të larta tani që jemi në verë, dua të pyes në çfarë ambienti mund t'i ruajmë këto ëmbëlsirat? Mjafton të mbahen në hije, domethënë mjafton mos të ekspozojnë në diell, në sirtarin ku mbajmë makarona, ushqimet, mjafton. Pra nuk duhet të futen në ambient të ftohtë, nuk është nevojshme. Jo, nuk ka nevojë, sepse po fut në frigorifer çokolada humbet shijen, kështu që mjafton në hije, po themi, në temperaturë normale. Duket shumë e këndshme si punë në fakt dhe unë të uroj shumë suksese në vijim. Dhe çokoladën e fundit, që është çokolada portret e quajmë ne. Është çokolada e Gledisit. O, sa e bukur! Kjo është çokolada për Gledisin. Kjo është dhurata më e bukur që unë mund të kem marrë. Nuk më mbet shumë qefi që ty të pëlqej. O, sa e bukur që është, o zot, më pëlqej shumë. Atëherë realizohet me ngjyrën që unë fut atë profili jot që të pak ngjyrën e flokëve, sepse mu desh të përshtasja çokoladën. Realizohet me ngjyrën e flokëve që do, fjongon, veshjen, ka shumë detaje aty.
është kaq e bukur. Unë nuk di çfarë të them, vërtet shumë faleminderit. Është perfekte, është dhurata më e bukur që unë mund të kem marrë. Gëzohem shumë që të pëlqen. Është shumë e bukur, nuk e pritja. Shumë faleminderit. Unë të uroj shumë suksese, por dua të bëj edhe një pyetje të fundit. Po. Çfarë mendon për punimet handmade në Shqipëri? Atëherë, vetë puna handmade ka lodhjen e vetë, po themi, sepse ti përkushtohesh si në kohë, si në materiale, nuk është diçka që ti e ke biznes të madh dhe investon një herë në ato makinerit, po themi, dhe procesi vazhdon vetë. Kjo është diçka që do përkushtim çdo ditë, do impenjim çdo ditë dhe do sidomos dashuri, sepse punët handmade po nuk u bën me dashuri, nuk dalin ashtu siç duhet të dalin. A mendon se ka vëmendjen e duhur kjo lloj pune në vendin tonë? Ka persona që vlerësojnë dhe vlerësojnë shumë. Ka persona të tjerë që pastaj mendojnë se është si një produkt i çfarëdoshëm dhe si çdo gjë, domethënë. Nuk e mendojnë ai gjatë që orët e punës për të nxjerrë atë gjën e vogël që do, pa atë gjën e vogël, po që ka shumë detaje. Po. Unë të falenderoj sërish që ishe pjesë e jona dhe një herë të uroj shumë suksese dhe shpresoj që në takimin e radhës t'jesh sa më lart. Shumë faleminderit Gledis dhe ty për ftesën dhe unë të uroj më të mira. Shumë faleminderit. Miq, kjo ishte gjithçka e përgatitur dhe për këtë të premte, bashkë do të shihemi të premte me ardhshme me një tjetër të ftuar.